Lëvizja vetëvendosje ka gati emrat për presidentin e ardhshëm të Kosovës, por ata nuk do të bëhen publik para takimit me Lidhjen Demokratike të Kosovës, ka deklaruar ministri në detyrë i punëve të jashtme Glau Konjufca, pasi në këtë fazë sipas tij mund të dëmtojë procesin e negociatave. Konjufca deklaroi se vetëvendosja dhe kryeministri në detyrë Albin Kurti janë të gatshëm për takimin me kryetarin e LDK-s Lumir Abdixhiku, ndërsa pret nga ky takim gjetjen e një marrëveshjeje. Lëvizja vetëvendosje unë vetëm po them që është gati. Kryeministri Kurti është gati. Emrat i kemi, por nuk mund t'i ndoj këtu me juve. Më vjen keq sepse pastaj kjo do ta humbte kuptimin pastaj procesi negocimit. Edhe LDK-ja besoj që së shpejti do t'jetë gati sepse javën e kaluar kryetari Abdixhiku tha që kjo javë do t'jetë java në të cilën ata do të takohen. Me sa ka marrë vesh unë në vetëvendosje, kryeministri Kurti ende nuk ka një ftesë apo një diskutim se cila do t'jetë dita e kësaj jave, prandaj ne jemi në pritje e sipërt që kjo të ndodhë. Dhe kur kjo të ndodhë, atëherë unë mendoj që do t'jetë shumë afër marrëveshja për presidentin e Republikës Kosovës. Konjufca u shpreh se i vjen keq që takimi nuk u zhvillua gjatë javës së kaluar, por ka shprehur mirë kuptim për nevojën e partive që të përcaktojnë emrat konkret për president.